Qëndrimi gjatë në telefon dhe në rrjetet sociale po ndikon negativisht tek të rinjt, pasi janë më të ekspozuar ndaj fenomeneve të ndryshme si kriminaliteti dhe bullizimi. Psikologët theksojnë se përdorimi i rrjeteve sociale ka ndikimet e saj pozitive, por edhe negative. Kryesisht rrjetet sociale kanë me prirjen që mi socializu njerëzit edhe duke pa që stili jetës ka ndryshuar edhe socializimi në terren ose jashtë shtëpisë është më i ulët, rrjetet sociale shërbejnë në aspektin pozitiv në këtë drejtim. Por si gjithmonë risi, teknologjia ka dhe rreziqet e veta dhe një ndër pasojat kryesore që sjell përdorimi i rrjeteve sociale është fakti që të rinjt humbin vetëvlerësimin, të rinjt kanë mundësi që të bijnë kontakt me të panjohur. Prindërit, por dhe shkolla duhet të tregojnë të kujdesshëm ndaj fëmijëve dhe të këshillojnë ato. Gjëja më e mirë që një prind ka mundësi, një edukues ka mundësi është me shoqënu në procesin që fëmija, adoleshenti kanë përdorimin e rrjeteve sociale. Pavarësisht se kjo bën nesh pak me atë që vetë adoleshent dojnë, pra që dojnë me kenë jo në kontrollin ose jo në survejimin e prindve, por është e rëndësishme që të ketë disa filtra, disa masa që prindët të jenë gjithmonë në dijeni për sa i përket aktivitetit që këto adoleshent, këto fëmijë bajnë në hapësirën digjitale. Mbylljen e TikTokut, psikologu Taipi nuk e sheh si zgjidhje. Unë kam qëndërimin që mbyllja nuk është një zgjidhje sepse do mbyllet TikToku dhe do dalë një platformë tjetër. Ajo që është e rëndësishme është që fëmijët mos jenë të ekspozuar pa një lloj mbështetjet nga ana e prindve. Shoqëria shqiptare po të rënditet nga ngjarjet kriminale, të cilat vijnë si shkak i përdorimit të rrjeteve sociale ku përfshihen të mitërit. Ndaj kujdesi si prindërve, por dhe institucioneve arsimore ndaj të rinjve duhet rritur.